Ju përshëndes të gjithëve, do jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua Ernin Laluzi. Autoriteti i mbikëqyrjes financiare parlemron investitorët shqiptarë se platforma e investimeve Netherrex Pro nuk është e palicencuar. Të tilla platforma të re me investime synojnë vjedhjen e parave të qytetarëve. Autoriteti mbikëqyrjes financiare i ka kërkuar qytetarëve dhe bizneseve që të tregojnë kujdes ndaj platformave të reme të investimit në tituj qeveritar ose tregtimit të monedhave virtuale, të cilat kanë për synim kryesor vjedhjen e parave të tyre. Rasti më i fundit është ai Netherrex Pro, i cili është i palicencuar nga AMF. Autoriteti mbikëqyrjes financiare i ka kërkuar qytetarëve dhe bizneseve që të tregojnë kujdes ndaj platformave të reme të investimit në tituj qeveritar ose tregtimit të monedhave virtuale, të cilat kanë për synim kryesor vjedhjen e parave të tyre. Rasti më i fundit është ai Netherrex Pro, i cili është i palicencuar nga AMF. Autoriteti mbikëqyrjes financiare, duke marrë shkas nga informacioni publikuar në rrjetet sociale, paralajmëron investitorët shqiptarë se platforma e investimeve Netherrex Pro nuk është e licencuar, regjistruar dhe as e njohur nga autoriteti mbikëqyrjes financiare. Mbështetur në ligjin për tregjet e kapitalit dhe për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë, asnjë shoqëri nuk mund të ofrojë apo promovojë shërbime të lidhura me investime në tituj apo tregtimin e tokenëve digjital ose monedhave virtuale brenda territorit të Shqipërisë, pa u licencuar, regjistruar apo njohur më parë nga autoriteti mbikëqyrjes financiare. Çdo investim në këto platforma mund të rezultojë me humbjen e të gjitha parave të investuara në mënyrë të pakthyeshme. Investitorët duhet të jenë të qartë se autoriteti nuk mund të mbrojë interesat e tyre kur investojnë në subjekte apo platforma të palicencuara, regjistruara ose të njohura nga AMF. AMF thekson se lista e subjekteve të licencuara ndodhet në rubrikën Regjistri të licencuarve në faqen zyrtare të autoritetit, listë e cila përfshin vetëm banka tregtare, Postën Shqiptare dhe një shoqëri për ofrimin e shërbimeve të investimit. Indeksi i grupit gjerman Bertelsmann vlerëson se Shqipëria ka përparuar për sa i përket transformimit ekonomik në vitet e fundit. Sipas këtij indeksi, Shqipëria ka performuar më mirë në drejtim të qëndrueshmërisë fiskale dhe monetare. Indeksi Bertelsmann Stiftung e rendit Shqipërinë në vendin e 23 për sa i takon zhvillimit dhe transformimit ekonomik që ka përjetuar vitet e fundit nga 137 shtete të marra në analizë. Shqipëria rezulton të ketë përparuar në krahasim me raportin e BTI-s për vitin 2022. Bertelsmann Stiftung me transformimin politik dhe ekonomik të vendeve në zhvillim dhe tranzicion, të cilat kanë kaluar nga diktaturë në demokraci dhe nga një ekonomi e centralizuar në një ekonomi të hapur tregu. Nga 10 pikë në total, BTI e vlerëson Shqipërinë me 7 pikë. Shqipëria ka performuar më mirë në drejtim të qëndrueshmërisë fiskale dhe monetare, e më dobët në zhvillimin socioekonomik dhe politikat mjedisore. Konkretisht përsa i përket qëndrueshmërisë monetare, Bertelsmann Stiftung thekson se Banka e Shqipërisë ka instrumentet të duhura, kompetenca dhe kapacitetet të mjaftueshme për të realizuar politika efikase. BTI vlerëson edhe regjimin e lirë të kursit të këmbimit, ku vlera e lekut kundrejt monedhave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor, duke ndjekur lëvizjen e lirë të mallrave dhe kapitalit, si dhe transaksionet financiare të Shqipërisë me partnerët të saj tregtar. Të drejtat e pronës dhe rregulloret përkatëse janë të mirë përcaktuara me ligj, por problemet mbeten me zbatimin e sundimit të ligjit. Megjithatë, në krahasim me vitin 2022, në vitin që lan pas ka pasur një farë progresi në regjistrimin e pronave dhe digitalizimin e procedurave përkatëse. Sipas indeksit, shqetësimeve mjedisore nuk u kushtohet vëmendje mjaftueshme, ndërsa rregulloret ekzistuese janë të dobëta dhe nuk zbatohen mjaftueshëm. Megjithatë, indeksi vlerëson punën për diversifikimin e burimeve të rinovueshme të energjisë. Nga ana tjetër, korniza institucionale për konkurrencën në tregje në Shqipëri është e fortë, por rregullat nuk janë gjithmonë të qëndrueshme ose të njëjta për të gjithë pjesëmarrësit në treg. Sektori informal është kurrur, por mbetet i konsiderueshëm, thot BTI. Që pas pandemisë, fluturimimet komerciale në Shqipëri janë shtuar me rreth 160%, duke vendosur vendin në krye të Europës për rritje. Ndërsa Shqipëria kryeson, vende si Gjermania, Suedia dhe Letonia kanë shënuar një ulje të ndjeshme.
Që pas vitet të pandemisë, Shqipëria ka përjetuar një rritje të ndjeshme të numrit të fluturimeve komerciale, ndikuar nga faktorë të ndryshëm që përfshin rritjen e interesit turistik dhe hyrjen e linjave të reja ajrore që operojnë në nivel evropian. Sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat, numri fluturimeve komerciale që nga periudha para pandemisë e deri në maj të këtij viti është rritur me rreth 160%. Në nivel rajonal, Shqipëria renditet e para për ngarritja e fluturimeve komerciale. Bosnia-Hercegovina mbajnë vendin e dytë me një rritje prej 66.1%, duke u paraqitur gjithashtu me një performancë shumë të mirë. Serbia renditet e treta me një rritje prej 43.9%, ndërsa më pas vijnë Maqedonia e Veriut dhe Malizi, me një rritje përkatësisht prej 25.3% dhe 14.4%. Për muajin maj të këtij viti, Shqipëria vijon të mbajë vendin e parë në Europë për rritjen më të lartë të fluturimeve krahasuar me periudhën para pandemisë. Pas saj renditet Islanda me një rritje prej 124%, ndërkohë që Bosnia-Hercegovina, Shqipëria, Serbia dhe Malta kompensojnë 500 e parë të vendeve me performancë më të mirë në këtë muaj. Megjithatë, situata nuk është pozitive për gjitha vendet e kontinentit. Disa shtete europiane kanë shënuar një rënje të konsiderueshme në numrin e fluturimeve komerciale. Gjermania ka regjistruar një ulje prej 12.1%, ndërsa Finlanda, Slovenia dhe Suedia raportojnë në përqindje edhe më të mëdha të rënjes, respektivisht me 22.3%, 24.9% dhe 28.5%. Ndërkohë Letonia mban vendin e fundit në renditje me një rënje të ndjeshme prej 30.5%, duke u pozicionuar si vendi me performancën më të dobët në këtë drejtim. Në tërësi, të dhënat tregojnë se Shqipëria jo vetëm ka të kaluar nivelet e fluturimeve të para pandemisë, por ka kapërcyer shumë vende të zhvilluara të Europës, duke u pozicionuar si një nga destinacionet më të përparësuar për aviacionin civil dhe turizmin ndërkombëtar. Konflikti Izrael-Iran por reflektohet edhe në Evropë. Greqia po ndjen efektet e para përmes rritjes së çmimeve të karburantit dhe energjisë elektrike. Greqia po fillon të ndjejë efektet e para të konfliktit Izrael-Iran. Çmimet e benzinës pritet të rriten me 2 cent dhe nafta me 3.6 deri në 3.8 cent për litër, pasi kompanitë dhe pronarët e stacioneve do t'u akalojnë koston shtesë të furnizimit konsumatorëve. Rritja e çmimit të gazit sjell gjithashtu edhe shtrëngtimin e energjisë elektrike. Në Greqi çmimet e energjisë me shumicë u rritën me 40%, me 1 megavator që u ngjit në 91.93 euro. Rritje dukshme më të larta u regjistruar në Francë 102.8%, Gjermani 31% dhe Hungari 51%. Frika për një krizë të re energjetike në Europë rritet, ndërsa tensioni përshkallëzohet në rajonin e paqëndrueshëm të lindjes së mesme dhe infrastruktura kritike energjetike për furnizimin e tregut global është në qendër të konfliktit ushtarak mes Iranit dhe Izraelit, që nga e premte e kaluar me sulmet e para izraelite ndaj Iranit. Çmimet e naftës dhe gazit natyror janë rritur ndjeshëm, përkatësisht me 7 dhe 6%, dhe energjia elektrike në tregjet me shumicë të Europës është shtrenjtuar. Çdo përshkallëzim i mëtejshëm në lindjen e mesme sipas analistëve, mund të rrisë çmimet e karburantit dhe të shkaktojë inflacion, veçanërisht në rajonet e varura nga energjia si Europa dhe Azia, me JP Morgan Chase që paralajmëron se një përshkallëzim në rajon mund të çojë çmimet e naftës bruto deri në $130 për fuqi. Shqetësimet përqendrohen në mundësinë e një bllokimi të plotës së të pjesshëm të ngushticës së Hormuzit, përmes së cilës kalon çdo ditë 21% e gazit të lëngshëm botror dhe 14 milion fuqi naftë bruto. Bllokimi i kësaj rruge transporti ose edhe ndërprerjet e kufizuara mund të shkaktojnë paqëndrueshmëri të konsiderueshme në çmimet e gazit të lëngshëm, pasi do të ndikonte si në eksportet e Katarit ashtu edhe në ato të Arabisë Saudite. Megjithatë, analistët ndërkombëtar dhe vendas bien dakord se nuk ka gjasa që Irani të bëjë një veprim të tillë, sepse do të kthehej kundër Kinës, që e furnizon përmes ngushticës së Hormuzit, si edhe Arabisë Saudite, e cila kanalizon sasi të konsiderueshme karburanti në tregun global përmes rrugës ujore. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë parashikon që kërkesa globale për naftë do të vazhdojë të rritet deri në vitin 2029. Konsumi i lartë do të nxitet nga karburantet më të lira dhe nga ngadalësimi i tregut të makinave elektrike. Kërkesa globale për naftë do të vazhdojë të rritet deri afër fundit të kësaj dekade, pavarësisht se kulmi i Kinës, importuesi kryesor, do të arrijë në vitin 2027. Rritja do të vazhdojë pasi benzina më e lirë dhe ngadalësimi për hapjes së automjeteve elektrike në Shtetet e Bashkuara e mbështesin konsumin, tha Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë. Kjo agjenci që këshillon vendet e industrializuara nuk e ndryshoi parashikimin se kërkesa globale do të arrijë kulmin e vet deri në vitin 2029, por sheh që kërkesa
derisa në Kinë të arrijë pikun më herët për shkak të zgjerimit të automjeteve elektrike. Pikpamja e saj bie ndesh me atë të Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës OPEC, që thotë se konsumi do të vazhdojë të rritet dhe nuk ka parashikuar ende një pikë maksimale. Kërkesa për naftë do të arrijë kulmin në 105.6 milion fuqi në ditë deri në vitin 2029 dhe më pas do të bësojë pak rënje në vitin 2030, sipas agjencisë Meselil në Paris. Në të njëjtën kohë, kapaciteti global i prodhimit parashikohet të rritet me më shumë se 5 milion fuqi në ditë në 114.7 milion fuqi në ditë deri në vitin 2030. Konflikti midis Izraelit dhe Iranit ka nxjerrë në pah rrezikun e furnizimeve në lindjen e mesme, duke nxitur rritjen në çmimeve të naftës. Megjithatë, parashikimet e fundit sugjerojnë furnizime të mjaftueshme deri në vitin 2030, nëse nuk ka ndërprerje të mëdha, thekson raporti. Agjencia tha se tregu botëror duket i furnizuar mirë këtë vit, pasi rritja e furnizimit të kalon atë të kërkesës. Kërkesa botërore do dështohet me 720.000 fuqi në ditë këtë vit, 20.000 fuqi më pak se parashikimi i muajit të kaluar, ndërsa furnizimi do të zgjerohet me 1.8 milion fuqi në ditë, 200.000 më shumë se muajin e fundit, pjesërisht për shkak të rritjes së prodhimit të OPEC+. Pas dekadash udhëheqjet e kërkesës globale për naftë, kontributi i Kinës po zvoglohet, ndërsa përballet me sfida ekonomike, si dhe teksa zhvendoset drejt automjeteve elektrike. Ekonomia e dytë më e madhe në botë pritet të shohë kulmin e konsumit të naftës në vitin 2027, pas rritjes së shitjeve të makinave elektrike, vendosjes së hekurudhave me shpejtësi të lartë dhe kamioneve që funksionojnë me gaz natyror. Senati Amerikan miratoi projektligjin për stablecoins që do të krijojë një kornizë rregullatore për asetet digjitale. Vendimi synon të vendosë standarde të qarta dhe të zgjerojë industrinë e kriptovalutave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Senati Amerikan miratoi një projektligj që do të krijojë një kornizë rregullatore për kriptovalutat e lidhura me dollarin, të njohura si stablecoins. Projektligji i ri i quajtur Akti Genius mori mbështetje dypartijake me disa demokratë që u bashkuan shumicës së republikanëve për të mbështetur rregullat federale të propozuara. Vendimi u miratua me 68 vota pro dhe 30 kundër. Dhoma e përfaqësuesve që kontrollohet nga republikanët duhet të miratojë versionin e saj të projektligjit përpara se ai të shkojë në tavolinën e presidentit Donald Trump. Është një moment historik i rëndësishëm. Ai përcakton për të parën herë një regjim rregullator për stablecoins apo monedha të qëndrueshme, një produkt dhe industri financiare në zhvillim të shpejt, shprehen përkrasit e sektorit. Monedhat e qëndrueshme, një lloj kriptovaluta e projektuar për të ruajtur një vlerë konstante, përdoren zakonisht nga tregtarët e kriptovalutave për të lëvizur fondet midis monedhave digjitale. Përdorimi i tyre është arritur me shpejtësi vitet e fundit dhe mbështetësit thonë se ato mund të përdoren për të dërguar pagesa menjëherë, nëse miratohet si ligj. Projektligji për stablecoins do të kërkonte që ato të mbështeten nga asete likuide, të tilla si dollar amerikan dhe bono thesarja fotshkurtra, si dhe që emetuesit të zbulojnë publikisht për bërjen e rezervave të tyre në baza mujore. Industria e kriptovalutave i ka shtyrë prej kohësh ligjvënësit të miratojnë legjislacionin që krijon rregulla për asetet digjitale, duke argumentuar se një kornizë e qartë mund të mundësojë që këto monedha të përdoren më gjerësisht. Sektori shpenzoi më shumë se 119 milion dollar duke mbështetur kandidatët kongresional pro kripto në zgjedhjet e vitit të kaluar. Dhoma e përfaqësuesve miratoi një projektligj për monedhat e qëndrueshme në 2024, por Senati, në të cilin demokratët mbanin shumicën ato kohë, nuk e mori në konsiderat atë projektligj. Donald Trump është përpjekur të rishikojë gjerësisht politikat e kriptomonedhave amerikane pasi ka tërhequr para nga industria gjatë fushatës së tij presidenciale. Shtëpia e Bardhë dëshiron që një projektligj për stablecoins të miratohet para muajit gusht. Vjena nuk është më qyteti më i mirë në botë për të jetuar në vitin 2025. Pas 3 vitesh në kryer të renditjes, një qytet danez e ka zbritur nga froni. Pas një periudhe 3 vjeçare në krye të listës globale vjetore nga Njësia e Inteligjencës Ekonomike, kryeqyteti austriak i Vjenës është mposhtur nga Kopenhageni. Kryeqyteti i Danimarkës ka marrë pozicionin e parë në renditjen e vendeve më të mira për të jetuar në vitin 2025. Njësia e Inteligjencës Ekonomike, një organizatë si motor e revistës The Economist, renditi 173 qytete në të gjithë botën, bazuar në një numër faktorësh duke përfshirë kujdesi shëndetësor, arsimin, stabilitetin,
infrastrukturën dhe mjedisin. Kopenhageni triumfoi pasi mori rezultate perfekte për stabilitetin, arsimin dhe infrastrukturën, ndërsa Vjena u rendit në vendin e dytë së bashku me qytetin zviceran të Zyrihut. Melbourne i Australisë mbajti vendin e 4, ndërsa Gjeneva ishte e 5 në listë. Jashtë 5 të parëve, Sydney i Australisë u ngjit nga vendi i 7 në të 6, ndërsa qyteti japonez Osaka dhe Aucklandi i Zelandës së Re zunë së bashku në vendin e 7. Në vendin e 9, Adelaide ishte qyteti i 3 australian që u rendit në 10 vendet e para, ndërsa Vancouveri i Kanadas zuri vendin e 10. Por pse Vjena dëshiroi të dilte në krye këtë vit. Qyteti austriak shënon rezultate të mira në shumicën e kategorive përveç rënies së stabilitetit. Ky rezultat erdhi si pasojë incidenteve të fundit, duke përfshirë një kërcënim me bombë në një koncert të Taylor Swift verën e kaluar, gjë që çoi në anulimin e eventit. Jetueshmëria globale ka mbetur e pandryshuar gjatë vitit të kaluar, dhe ashtu si në vitin 2024, rezultatet për stabilitetin kanë rënë në një nivel global, tha në një deklaratë zëvendës drejtori i industrisë. Megjithatë, Vjena nuk ishte i vetmi qytet që mori nota më të ulta për një kategori ku më parë kishte performuar shumë mirë. Calgary i Kanadas, që zuri vendin e 5 në vitin 2024, ra nga 10 vendet e para këtë vit, duke u zhvendosur në pozicionin e 18. Ky ndryshim erdhi si pasojë e rezultateve më të ulta në kujdesin shëndetësor së bashku me 3 qytete të tjera kanadeze. Toronto gjithashtu rendit më poshtë këtë vit, duke rënë nga vendi 12 në të 16. Ndërkohë, qytetet e Mbretërisë së Bashkuar si Londra, Manchesteri dhe Edinburgu gjithashtu lëvizën poshtë në renditje pasi morën rezultate më të ulta në kategorinë e stabilitetit. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.